Për ujtë e pishëm, isha një problem. Ata na kanë prur atje ku dahet ujtë, për pikat që janë vënë ato të çdo familje do marrin, kanë prerë skrapamento makine. Jo më ja. Po, ti verifikosh skrapamento makine dhe i kanë bërë jo të bjen i nohës ç'a duhet për ndarjen e ujit. Po Si skrapamento? Skrapamento makine. Tubat e shkarkimit gazi? Prera, edhe kanë bashkuar ujit. Proporcioni është një standardi që janë votuar për tani. Ore këto që po them unë. Po jo, Kur është bërë ky? Kur është bërë ky? Ja tani. As një muaj. Edhe kanë vënë. Ki freskët fare? Po, skrapamento makine kanë vënë. Po të vesh të hapim ato atje, të Jo, shikosh mo, ja. skrapamento makine, të salduara si mos më keq. Për ujtë e vaditjes. Para 7-8 vjeça mos më shumë, kanë hedhur një fond të madh. Do të thënë kanë bërë dy tube. Tube kushton njëri, ajo tube edhe në Koman nuk duhet ato tube. Monja 50 milion leka, 100 milion leka, sa morë. Edhe kanë bërë, morën lekët edhe ujtë nuk funksionon fare. Po pse nuk funksionon kur futën Pse tubët? bën vetëm atë pjesë atje, morën lekët, Edhe lan thanë pjesën miru tjetër. pafshim asaj. Ja, vaditët molani. Po si vaditet molani tani? Si vaditët Qa sjell s'ka shiu? ujë. S'ka ujë. Qa sjell? Jo, kemi vënë vetë zorat, mase pata atje tek rezervuari. Jo, do t'i shojnë tani me këtë sy. Po thuaj se po, janë vetëm zora se thotë. Pra se cili ka shtrirë zorën për tek plantacion. Parcela. Se cili ka zorën e vet edhe paguajmë edhe Pra ju paguani, shteti paguan, ju i skeni përveç se ç'a merrni vet. po. Pra dy herë financim për të marrë ujë. Ë? Edhe paguaj, po, na vinë na marrin taksën. Na marrin taksën. Pegja e rrugës si na i kosh, Jo, po pemë, ne pemë të mbjell. jo. Po drita na i shtyll për të ne paguajmë. Dhe gjelbërimi, dhe koshat, dhe ndriçimi. Kjo është që neve gjithmonë kemi qenë. Ju mi që keni këtë sheshin e vogël para shkollës. Ky që su ka vajtu mendje se mund ta bëjnë tokë edhe këte. Ky që su ka vajtu mendje. Se ka qenë lem, losim ku kam qenë fëmijë, losim topat. Si e ma mend kohën e dikushme? Më mirë, më keq? Jo, ajo ka shqyr hiku. Po. Se si jemi të kthehemi te komunizmi prap. Jo, absolutisht nuk e kërkoj atë. Ishte gjë më e mirë, kjo ka qenë shkollë prekulli. Këtu poshtë ka qenë 10 çerdhe, ka qenë xhami më para. Po. Këtu më poshtë. Po. Ka qenë xhamia këtu te Kadifiku. Nga xhamia u kthye komunizmit po, u kthye kopsht. E iku kok. Ashtu çerdhe, ikën ato. Edhe xhamia iku, gurti mori boti për i shtëpi. Po ai atje ka qenë spital më thanë. Po, spitali ishte, po. Me sa? Me shtretër, ë? Po, spitali Spiraku da ishte, që vini edhe nga Berati. 16 shtretë. 19 Po. shtretër edhe për maternitet vi 4-5 familje. 4-5 me fjalë për maternitet. Në të gjitha atje Pra kemi. edhe spital edhe maternitet. Po. Po, edhe Gjithë si kemi këtu atje kemi. Edhe dentist. Ndërsa tash ti po lindin për zanat, më falni, po lindin gratë për zanat. Ata që kanë të rinj, se ne tash kemi të larguar. E kuptoj. Ata që kanë të rinj, më thënë, ta zë mos ta marrim shembull. Po. Djalë i ri këtu, Po. gruaja ti lind për zanat. Çfarë do të thotë kjo? Në për Kjo edhe për votim, na i kanë hequr drejt në votimit këtu, do shkojmë si. Po, mirë. Edhe për fshat na i kanë hequr drejtën këtu, vetë bën si, sepse atje ka asfalt. Këtu jo, se këtu po do pasqyrohet rruga. Këtu do pasqyrohen të gjitha këto gërmallat që kanë ngelur kështu. Vetëm ai lisi kanë bërë gjykon e turkut mbas e ashtaj. Vetëm ai kanë. Ky është